Po iki për palestër, por sa po më çoi dikush një prononcim të një gazetare, e cila që ka shqetësuar shumë se i pas kam përmendur emrin të Ylli Rakipi. E dashur Lindit, vjen shumë keq që të dim se shka kaq shumë Lulzim Basha, po normal se të ka futur në një rrugë të gabuar. Meqense pas ke merak shumë të madh për dimensionin tim, po them dhe një herë që unë jam një grua që kam jetuar dhe jetoj e lirë dhe dimensionin dhe hapësirat e mia i krijoj sipas lirisë dhe shpirtit tim. Sa më e vogël ti është në shpirt, aq më të vogël e ke dhe dimensionin tënd ku jeton. Megjithatë, nuk do të merrem fare me ato çfarë ti shkruan. Po për të them diçka, mos jeton në frymën e çelësit të sistemit komunist. Janë lodh shqiptarët nga ata. Tjetra, nëse ti do të vazhdosh dhe ta ndërtosh mënyrën tënde dhe të jetosh në shtegje, normal që shtegu nuk ka hapësirë, nuk ka dimension. Shtegu është një gjë e ngushtë, e cila shërben për të arritur të tjerët qëllimet e tyre, ashtu siç të kam përdorur dhe ty. Unë nuk dua të të them se çfarë ke bërë ti, por hajde në gjyq, dëgjoje dhe do të shikosh që i gjithë shkrimi yt, përveç se nuk është gjë tjetër vetëm një Halit Valter dhe Idajet Beqiri, ti më vjen shumë keq që nga një gazetare profesioniste ja kthyer vetëm në një shërbëtore e qëllimeve politike. Dhe dua të them dhe një gjë që ta kesh parasysh. Çështja Çezdia është një fluck sapuni për të cilën ty paratë e Sorosit të përdorën. Uroj që paratë me të cilat ti paguash edhe sot e kësaj dite mos jenë si ato paratë të cilat dikur deklaroheshin për të ndihmuar popullin e Palestinës, por në fakt përdoreshin për të blerë prezervativ. Suksese në rrugën tënde investigative dhe mos rri në shtegje, dil përballë. Po iki për palestër, por sa po më çoi dikush një prononcim të një gazetare, e cila që ka shqetësuar shumë se i pas kam përmendur emrin të Ylli Rakipi. E dashur Lindit, vjen shumë keq që të dim se shka kaq shumë Lulzim Basha, po normal se të ka futur në një rrugë të gabuar. Meqense pas ke merak shumë të madh për dimensionin tim, po them dhe një herë që unë jam një grua që kam jetuar dhe jetoj e lirë dhe dimensionin dhe hapësirat e mia i krijoj sipas lirisë dhe shpirtit tim. Sa më e vogël ti është në shpirt, aq më të vogël e ke dhe dimensionin tënd ku jeton. Megjithatë, nuk do të merrem fare me ato çfarë ti shkruan. Po për të them diçka, mos jeton në frymën e çelësit të sistemit komunist. Janë lodh shqiptarët nga ata. Tjetra, nëse ti do të vazhdosh dhe ta ndërtosh mënyrën tënde dhe të jetosh në shtegje, normal që shtegu nuk ka hapësirë, nuk ka dimension. Shtegu është një gjë e ngushtë,